Po, të nderuar qytetarë, të nderuar gazetarë, të nderuar përfaqësues të mediave. Po shpallem rezultatet edhe në 3 komuna të tjera. Në komunën e Gostivarit, pa balotazh, që në raundin e parë, me një diferencë 88 thellë, 6-1, që sonte kryetar i ardhshëm i komunës së Gostivarit është kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim, zoti Valbon Limani. Në 2 komuna të tjera, në komunën e Kërçovës dhe në komunën e Strugës, kandidatët tanë shkojnë në balotazh kundrejt 2 kandidatëve të VMRO DPMN-s në këto komuna. Në Kërçovë, Fatmir Dehari shkon në balotazh me kandidatin e VMRO-s Jovanovski, ndërsa në komunën e Strugës, kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim me Epërsi shkon në balotazh me kandidatin e VMRO DPMN-s zotin Mendy Qyra. Për momentin, këta janë 3 komune, këta janë 3 rezultate të cilat po i ndajmë me opinionin. Në vazhdim, do të ndajmë edhe rezultate të tjera posa të vinë. Znači, po qituvani građani, po qituvani novinari, po qituvani predstavnici na mediumit. Kes podeluame rezultati ušte vo 3 opštine za gradonačalnici. Ušte vo prvi od Kruk е затворена големата победа на господинот Валбон Лимани во општината Гостивар со една длабока разлика, 6:1, наспроти кандидатот на Вреди. Исто така, во 2 други општини, во општина Кичево и во општина Струга, нашите кандидати влегуваат во втор круг, и тоа со против кандидати од редовите на ВМРО ДПМН. И тоа во Кичево, Фатмир Дehari е во втор круг, заедно со господинот Јовановски од ВМРО ДПМН, и во Струга, нашиот кандидат Арсим Далипи оди во втор круг, заедно со кандидатот на ВМРО ДПМН, господинот Менdy Qyra. И сега ме информираат нашите соработници дека за прв пат е пишана историја. Во Чавшка ќе имаме градоначалник од редовите на Националната алијанса за интеграција. Dhe tash, po sa më njoftuan bashkëpunëtorët, bashkëpartijakët në kuadër të koalicionit, në Qashk është të shkruar historia. Për herë të parë, një shqiptar do e drejtoj komunën e Qashkës dhe që sonte kryetar është Suat Shakiri. Ju falemnderit.